Përshëndetje nderuar teleshikues dhe mirë se erdhët në tempull. Në fakt sonte jemi në një tempull tjetër. Në atë që është një tempull i artit në kryeqytet. Jemi në Galerinë Kombëtare të Arteve dhe arsyen pse jemi sonte këtu për ta realizuar këtë emision do të mësoni nga ky insert dhe do të rikthehemi me 3 të ftuarit tanë. Korrik 2014. Në sallën e madhe të ekspozitave në Galerinë Kombëtare të Arteve me një titull që s'mund të mos të çojë drejt reflektimit, çelet ekspozita e piktorit Gazmend Leka. Është simbolon, sepse e vërteta dhe e pavërteta janë simbolon. E tillë është piktura ime, shkruan artisti Leka. Pse simbolon? Piktori shkruan. Ka rënjët në thellësinë sekrete të qenies, pasi qenia është vetë simbolon. Ai është ndërmjetësi që bën të panjohurën të njohur. Si i tillë mos zbulon aspektet më të rëndësishme të realitetit tim, aspektet më të thella që ikin çdo mjet i njohjeje. Pikturat e mia janë imazhet që flinin brenda meje. Të gjitha së bashku qenë simbolon. Është një proces ndarjeje dhe ribashkimi. Është proces njohje i vetvetes. Nuk më vjen keq që simboloni i rikrijuar në sipërfaqe nuk është identik me simbolonin arketipal të thellësive më të errta, por është refleks shumë besnik i tij. Është një gënjeshtër e madhe dhe jam artist dhe si i tillë zmadhoj rrezin e së vërtetës nëpërmjet saj. Ndoshta ky është dimensioni i shenjtë i njeriut, zmadhimi i së vërtetës nëpërmjet gënjeshtrës. Dhe gjithçka mbartin pikturat e Gazmend Lekës, mundeni ta prekni në ekspozitën që është çelur në Galerinë Kombëtare të Arteve, drejt së cilës kemi udhëtuar, për të shkuar në tempullin e piktorit, për të prekur atje ku është artin e tij. Janë këto tablo të koleksionit privat Josifi që ekspozohen në Galerinë e Kombit, e që sikundër kuratori i ekspozitës artisti Ardiani Sufi shkruan, gjithçka bëhet për të kontribuar në orientimin e politikave kulturore të ruajtjes dhe konservimit të veprave të artit. Është ky ekspozit një prezantim i ulëmtimit artistik të piktorit gjatë viteve të fundit, shkruan kuratori, ku shenja simbolike është gjua shprehje spamore, duke na dhuruar një trashëgimi të re semiologjike, e pavarur nga trashëgimia historike. Isufi përvijohet të artikuloj. Trashëgimia nuk është histori dhe pse në disa raste ato mbivendosen. Trashëgimia e vendos të shkuarën në shërbim të së tashmes. Historia është e të shkuarën në kuptimin e së shkuarës. Të kuptuarit e së shkuarës, duke e vënë veten në logjikën e së shkuarës, nuk ka qenë kurrë i lehtë, thot Rei Rafael. Dhe këtu nis fillesa krijuese për artistin që transformon historitë në peshën metaforike të shenjës, ku kulturat e vjetra kryqëzohen me ato të reja, duke shtyrë kufit e imagjinatës drejt territoreve metafizike. Simbolon, përfundoni Sufi, është gjesti simbolik i artistit për të dhënë e marrë me publikun nëpërmjet ndërveprimit të imazhit, ku çdo kush nga ne, nga situata në situatë, mund të gjejë vetveten. Është një cikël veprash që kushdo mund ta shohë, pasi deri në fund të muajit korrik, simboloni i Gazmend Lekës do të jetë në Galerinë e Kombit. Rikthehemi në këtë studio jo të zakontë për ne. E për të folur për atë çka në insert ju prezantuam, jemi me artistin Ardiani Sufi, që është kuratori i kësaj ekspozite. Faleminderit që jeni këtu. Ju falenderoj juve për ftesë. E nderuar që në këtë studio, në ekspozitën e tij në fakt, kemi artistin Gazmend Leka. Faleminderit që na sollët këtu me simbolikën tuaj. I zoti i shtëpisë, drejtori i Galerisë Kombëtare të Arteve, faleminderit që na hapët dyert dhe faleminderit që na mundsuat të kemi një tempull ndryshe. Falenderoj juve, publikun dhe gjithë ata vizitorë që sapo i ndoqën nëpërmjet ekranit dhe prezencën e tyre në këtë ekspozitë. Do e nis me kuratorin e kësaj ekspozite. Në atë që ishte çelja, por edhe konferenca për mediat, ju folët për simbolikën reale që ka kjo ekspozitë, tej edhe asaj që vetë puna e artistit Gazmend Leka simbolizon në një farë mënyre. Si është të kurosh një ekspozitë të këtyre përmasave të kësaj natyre jo të zakontë për atë që është panorama e artit në Shqipëri?
Po, ekspozita Simbolon i artistit Gazmend Lega është parë nga disa pikpamje. Fillesa e saj ka qenë koleksioni privat Josifi, ku ne bashkëpunuam më së miri me galerinë kombëtare për të dhënë një moment të ri të mënyrës si mund të koleksionohet dhe si mund të konservohet një vepër arti, pa diskutim që kemi të bëjmë me artin bashkohor, ku artisti Gazmend Lega prezanton një krimtari sidomos të viteve të fundit, dhe është një koleksion i plot i disa cikleve të tij, të cilët ka një bashkëpunim të ngushtë me koleksionistin Aleksandr Josifi. Kjo ishte fillesa e një ekspozite e cila në fakt në vetvete bart vlera të rëndësishme artistike, sepse jemi në boshtin artistik të artistit Gazmend Lega, po mbi të gjitha jemi në një ndërthurje të re, në një risi mund të themi brenda punës së tij, ku ka shumë simbolika që vinë si një eko e një kulture të vjetër, një kulture misterioze, e cila ndeshet ose ka përthyrjet e saj me simbolika të përditshmes tonë, të tashmes tonë. Ky ishte një moment të cilin unë jam kuriozuar shumë, dhe mbi gjitha do të thoja që vjen si rezultat edhe i bisedave tona që ne bëjmë ditë pas dite si artistë, si njerëz që merremi me artin, që jemi të shqetësuar, ku pa diskutim Gazi është një artist i përkushtuar. Domethënë, puna e tij është jo vetëm në aspektin e mesazhit artistik, po dhe të mënyrës si ai investon në artin e tij, dhe mua gjithmonë ka bërë përshtypje kjo qysh në fillim të herës kur jam takuar me të kur kam qenë student, sepse është shumë e bukur edhe raporti që ne kemi pasur në kohë, duke qenë që jemi edhe koleg, pedagog në Universitetin e Arteve, ditë pas dite ky raport ka ardhur duke u forcuar dhe duke u përpjekur që gjithë së bashku me institucionin në këtë rast të japim disa vlera. Pra vlerën artistike, vlerën e një mesazhi si duhet të prezantohen ciklet e fundit artistike të një artisti, po mbi të gjitha është dhe raporti që duhet ketë publiku me këtë kulturë të re të koleksionimit. Pra ky është një mesazh kompleks që mendoj që kjo ekspozitë e ka shtjelluar më së miri. Nuk e teproj po të them që ju jeni nga artistët që gjithmonë na kuriozoni me titujt e ekspozitave tuaja, po simboloni juaj në këtë rast cili është ai kërkimi drejt vetes për të na thënë çfarë? Në këtë rast me siguri vetes suaj, por edhe ne. Kam bërë dhe ekspozita që nuk i kam pakzuar. E kam qërë thjesht Gazmend Lega, filan vite dhe kaq. Por si duket dhe nga dalë, kur punon në studio dhe punët ngjeshen njëra pas tjetër dhe kërkojnë njëra tjetën, dhe fjalë pas fjale, punë pas punë, fillon krijohet një frazë. E ti thua, kjo është tash fraza dhe është mirë, domethënë që ti ta pakzosh. Kam pas shumë tituj në kokë për të bërë, për të pakzuar kësaj radhe ekspozitën, por të gjitha më vërtetë dhe në momentin e fundit, le të themi, fillon zgjedh atë që kishe menduar që në fillim fare. Do më rikthesh edhe atje, sepse si duket ajo që ka më organike, ajo që ka më ekologjike për ty. Sigurisht në vitet tëra, në gazetarët, në media shkruara ose media elektronike, gjithmonë kanë thënë që piktura Gazit është mbjell me simbole etj. Dhe kjo fjala simbol gjithmonë më ka shoqëruar, nuk më është ndarë, kemi krijuar një simbiozë, si le të themi. Atëherë thash po mirë, po që se kjo është shumë e përafër me mentalitetin edhe të njerëzve ose me gjykimin e kritikëve, gazetarëve ose analistëve, atëherë thash po jap simbolin e plot. Dhe rrëmova në memoria dhe gjeta, si më thënë, arketipin e fjalës simbol, që është simbolon. Sigurisht, është një fenomen apo një objekt që ka një rezatim shumë të thellë, ka qenë përdorur dikur si vlerë njohje midis dy njerëzve apo dy qytet shteteve, kur bënin një marrëveshje apo kur kishin marrëdhënie midis njerëzve, marrëdhënie simpatie apo dashurie. Merre një copë argjile, thyen dy pjesë dhe secili merrte gjysmën. Dhe mas shumë vitesh kur këtë do ta rifreskonin dhe një herë ose do ta rikujtonin dhe një herë marrëveshjen që kishin bërë, bashkonin këto dy copëza.
Unë gjithmonë e kam konsideruar si një pasaport biometrike. Është pasaporta më e pa falsifikuar që mund të bëhet. Të gjitha mund të falsifikosh, edhe vullat, ato që kemi parë në jetën e përditshme, është një botë falsifikatorësh, le të themi, kupton, ku e vërteta do të fillon të përthyet dhe bëhet zëvendësohet nga një gënjeshtër, simboloni nuk e bën dot me simbolonin. Biles jam habitur kur më kanë treguar miqtë e mi të rinj, i studentët tanë, që kur mbarojnë shkollën jashtë dhe marrin dëftesën origjinale të një shkolle, fleta e diplomës griset nga regjistri themeltar dhe aty mbesin ato dhëmzat, sepse ngrisja është e dhunshme. Dhe nëse ti do ta verifikosh se ky është student i kësaj akademie, ti mund ta verifikosh më kollaj se të gjitha diplomat që kemi marrë neve deri më sot. Do të thënë, duke u nisur nga kjo, unë e perceptova, do të thënë, ekspozitën si 31 copa të një simboloni, ku qenia ime ishte një simboloni plot, që përplasin në muret e galerisë 31 herë, dhe në syrin e publikut të ribashkoheshin dhe njerë dhe më kryonin po qenën time, po të dal jashtë tashmë. Edhe në shkrimin tim them që sado që është autentik, prapë nuk është deri në fund. Do i rikthemi se do të pyesim patjetër edhe për atë që është identiteti juaj, po zoti Shabani, ishte pak i admirueshëm entuziazmi juaj, ndërkohë që dy artistët punonin brenda, ju jashtë thonet që një ekspozitë shumë e rëndësishme do i vi Galerisë së Arteve. Në çfarë pikpamje dhe për çfarë e thonit këtë gjë? Çfarë është kaq e rëndësishme në këtë ekspozitë? E para nisim dhe nga prezentimi, që ju prezentuat 3 artistë, në cili një artist është në rolin e institucioni, pra institucional, dhe ka një këndvështrim midis publikut, kurimit, pjesës së artistit dhe për të kësaj, pra një sy që është i orientuar në një gamë shumë të gjerë, një puzzle të gjerë, është artisti që kuron artin e artistit të ftuar në Galerinë Kombëtare të Arteve dhe përfitoj përsëri në ky mision, që ti falenderoj të dy, falenderoj gjithashtu veçanërisht Aleksandër Josifi, që manifestoi me këtë koleksion brillant një kulturë elegante, një kulturë që lë për të reflektuar, sepse ne jemi ajo që ne bëjmë, ajo që ne koleksionojmë. Pra ky koleksion është artisti, po është dhe ai që investon në të, që hyn brenda këtij artisti dhe del nëpërmjet tij. Dhe artisti dhe punët për mua është e njëjta gjë. Kjo është pjesa e kuratorit që në mënyrë elegante, përsëris të fjalë elegante, sepse është një ekspozitë e alestuar me një vlerësim muzeal, pra ka një këndvështrim muzeal. Mënyra si vendoset, mënyra si analizohet një vepër, një grup veprash, një koncept, dhe një koncept që superon vetë konceptin. Pra kemi të bëjmë me kulturën e të koleksionuarit, kemi të bëjmë me një dimension artistik ku mjeshtri, artisti në këtë rast, me një modesti të jashtëzakonshme shpjegon. Dhe unë, profesor Gazi, nuk e shikoj si artist apo si piktor, e shikoj përtej, sepse brenda një vepre, brenda një salle, brenda një konceptit, hynë dhe ketë dëshirë që të dalësh. Dhe pikpyetja e lozhi dyshimi pra përsërisë Onofrit është, a kërkon më të dalësh nga kjo pikturë? Jo thjesht nga pjesët që është simbolika apo na të pathënat, sepse hynë sikur hynë në një univers, hynë në një labirint që ndjen gusto, teston inteligjencën tënde, teston estetikën interiore pra të brendshme, dhe se sa një njeri e mbart në kulturën e vetë njohjen që nga anatomia, nga shkenca, dhe brenda saj ka një frymarrje aq të thellë, frymarrje shpirtërore, frymarrje artistike, religjioze, pra ka disa botë, nuk mund të ketë një botë apo të themi, është shumë e thjeshtë të themi që është universale. Po çfarë ka, çfarë bën universale veprën dhe këtë mjaftin. Pra duke u nisur në ky këndvështrim, për mua ishte një surprizë që doja t'ia lija publikut dhe kisha dhe një shqetësim dhe mund t'ja u them, duke konsideruar dhe temperaturën që ne kemi këtë periudhë në kryeqytet dhe në vende tjera të Shqipërisë, sigurisht që isha dhe i qetë në këtë gjë, në këtë detaj, po ai të rëndësishëm që quhet inaugurim ose vernisazh. Mendoj që njerëzit në stinën e verës shkojnë në vende balneare, në vende të freskëta, kështu që do kishe pak.
ka qenë një ndër ekspozita, ndoshta ekspozita që ka pasur prezencë më të madhe dhe këtë e kemi të qartë. Në fakt, njerëzit do donin që të hapej para datës që ju kishin caktuar, sepse vazhdimisht të pyesnin për të hapur, apo jo? Ju punuat, kam përshtypjen që ju këtë ekspozit e menaxhuat në gjithë dimensionin e saj me njerëz që hynin e dilnin, apo jo? Jo, ka të bëjë me shumë aksesor, mund të themi. Në radhë parë ka të bëjë me atë që Gazi e shpjegoi, ka të bëjë mbi gjitha me titullin e ekspozitës që ishte shumë intrigues. Pra, gjithmonë Gazi ka qenë shumë i kujdesshëm që titujt e ekspozitave të kenë një përthyrje shumë të mirë me veprat që janë brenda saj, që integrohen, por kjo në fakt ishte një vlerë e shtuar, mund të themi. Ishte një vlerë e shtuar sepse qysh në fillesat e titullit të ekspozitës, që kemi bërë një diskutim relativisht dhe gjatë, ku pa diskutim prap dhe Gazi ka qenë ai që ka vendosur domethënë titullin final. Ka këtë marrëdhënien që i jepet si metaforë një copë, i jepet publikut për ta bashkuar brenda në ekspozitë. Dhe ky ka qenë një element shumë i mirë të kuriozitetit që kishte publiku sapo filloi të kontaktoi me ekspozitën e artistit Gazmend Lega. Një moment i dytë është që ishte situata e koleksionimit prap, ku marrëdhënia që ne patëm me Galerinë Kombëtare bëri që menaxhimi i lajmit, menaxhimi i informacionit gjithmonë të kishte një taktik shumë të kujdesshme se sa nga herët e tjera. Për herë të parë nuk është dhënë asnjë informacion përveç se ditën kur u bë takimi me mediat, dhe ky ka qenë një temp i ri në aspektin profesional, po dhe publik të marrëdhënies si ne duhet kemi me ekspozitën, me artistin, me koleksionin dhe me kulturën përgjithësi. Një moment tjetër i rëndësishëm ka qenë dhe pjesa e advertising, mund të themi, e pjesës publicitare dhe grafike, ku për herë të parë është bërë një dosje detajuar për mediat dhe jo vetëm për mediat, por gjithashtu dhe koleksioni Josifi solli për herë të parë një katalog, domethënë të plotë të veprave që janë në ekspozitë. Pra, ne kemi parë në përgjithësi koleksione që të shoqërohen me katalog, po që shoqërohen me katalog të veprave që janë ose nuk janë nëpër ekspozita. Në rastin konkret, çdo vepër ishte brenda katalogut, ku ka dhe shkrimet përkatëse, duke nisur qysh nga teksti që ka artisti, dhe mendoj që edhe një element tjetër shtesë i cili orientoi deri diku publikun ka qenë dhe teksti i shkurtër kuratorial, ku unë mendoj që bëra një të përgjithshme, domethënë, për institucionin, për artistin dhe për çfarë duhej ky event. Pra, ne jemi në fakt në ekspozitën e radhës të Gazmend Legës, po ka një veçanti për ato gjëra që ne paratham, domethënë, në atmosferën artistike. Ju jeni në kërkim të shfaqjes së asaj që është identiteti juaj. Jo në sensin pejorativ, po sa duhet artisti edhe çdo individ ta manifestojë identitetin vetjak edhe jo vetëm? Them që kjo është qëllimi i njeriu për jetën e tij. Njeriu që kur lindet deri kur mbyll syt, këtë gjë kërkon, që të kuptojë vetën e vet se kush është. Domethënë emri i tij është i vërtet? Domethënë ai ky që e ka mbajt e mban këtë emër, domethënë e meriton? Ose emri ka të fuqi, domethënë që ti transmetojë një energji, etj. Kur them për emrin, doja të thoja për shembull edhe për cilësorin, që ky është njëri i mirë, ky është njëri i keq, ky është njëri i shkëlqyer, etj. Njerëzit gjithmonë kërkojnë që të kapin atë që njën e vogël ta bëjë një të madhe, të bëhet njeri. Ky është identiteti, dhe njerëzit e bëjnë në mënyra të ndryshme. Unë nuk mendoj se ne bëjmë një punë shumë speciale. Unë shpeshherë them vetes, unë jam tamam si ai mbjellësi i farës, e kupton, edhe ai lodhet gjithë ditën ri në fush, e mbjell, e korr, ose e plashita, domethënë bën gjithë proceset e tija dhe ndjen po të njëjtën dashuri që ndjej dhe unë. Farë mbjell dhe unë në atë. Dhe nëse identifikohet me veten e vet, ai bujku, po kështu edhe unë identifikohem dhe mendoj që kjo është gjëra më kryesore, është një nga gjërat më të rëndësishme. Dhe njeriu duhet të jetë i vërtetë. Nëse njeriu nuk është i vërtetë, të tjerët sigurisht edhe mund të gënjehen, por ai e di se është i vërtetë apo jo. Domthonë kur mbyll syt,
Ai e di. Çështja e të nxjerrit të thelbit që ju keni merak në një farë mënyre ta theksoni, edhe pse ajo që ju jeni nuk mund të shpërfaqet kaq hapur në tablo, po gjithsesi është një version i vërtetës tuaj i cili është aty edhe flet apo jo, komunikon. Mendoj që gjithë piktorët e kanë për tendencë që të shfaqin veten e vet në tablo. Të gjithë, edhe ai që dëton një vepër të një kualiteti edhe më të dobët apo më të lartë, domethënë të paktën synimi është ajo gjë. Unë sigurisht sidomos ke ekspozita Simbolon, që dhe themi është një vazhdim i gjithë asaj që unë kam kërkuar tërë jetën time, këtë gjë kam bërë, vetëm se e kam përthyer. Domethënë, kjo nuk është një pikturë abstrakte, është një pikturë konkrete, është një pikturë e mbushur me objekte, e mbushur me shenja, të cilat njerëzit i shohin dhe i prekin në jetën e tyre të përditshme, por ndërtimi i frazës është ndryshe. Domethënë, një peshore objektive për tërë njerëzit është përthyer, unë e kam thyer atë dhe kam rindërtuar një peshore tjetër e cila është subjektive. E kupton, e cila është shenjë karakteristike e imja. Dhe kjo është shumë bukur, unë kur dëgjoj shpeshherë që jo atje që pres largu duket që është piktura gazit. Them që është mirë, është bukur kur ti nuk e ke trastuar veten, por gjatë modelimit që ti ke bërë, gjatë rrugës ti dhe modulon veprën tënde. Identifikohet stilit, themi, identifikohet artisti pa qenë e qëllishme që ta sigloj duke vendosur një etiketë që quhet didaskali. Nga ana tjetër, ne jemi mësuar, zoti Shabani, që të shohim këtu disa dhjetra tablo të fondit Galerisë Kombëtare të Arteve, të piktorëve, po që janë krejtësisht të tyre. Nuk kemi mësuar të shohim ekspozita si kjo, me pikturat Gazmend Lekës, por që në thonjza nuk i përkasin ati. Ato nuk janë më pronë e ti, thjesht janë të sigluara prej ti. Sa me rëndësi është ky moment për Galerinë Kombëtare të Arteve dhe sa duhet kjo gjë të përvijohet? Atëherë, kjo ka një rëndësi aq të madhe në këndvështrimin tim dhe jo vetëm timin, po në këndvështrimin e kuratorit, të artistit dhe të gjithë skenës së artit që ne kemi në Shqipëri. Pse? Sepse në qoftë se ne shkojmë në një stadium dhe shikojmë dy skuadra që luajnë, për të bërë dhe një shembull banal në thonjza, dhe nuk ka tifoz, po s'pati tifoz nuk ka stimul, nuk ka se si mund të soportohet kjo ndeshje. Lojtarët nuk karikohen. E njëjta gjë ndodh me artin vizual. Arti blihet, nuk shitet. Pra, uria duhet të jetë jo nga artisti, duhet të jetë nga publiku. E kuptoj dhe e kuptojmë të gjithë që jo të gjithë e kanë prioritet blerin e një vepre të artit apo ndërtimin e një koleksionit, por kush e ka këtë mundësi që privaten ta kthejnë në një dije publike, në një estetik publike, ky për mua është një rezultat absolutisht pozitiv dhe për të ndjekur. Vetë fakti ose vetë historia e botës tregon pa shkuar shumë larg, por që në Venecia tek fondacioni Pinot, që është një fondacion shumë i rëndësishëm, kemi Peggy Guggenheim që mbas Venecijës e ndërtoi në Berlin, në New York, dhe diku tjetër që në Bilbao. Në Bilbao kemi fondacione pafund në të gjithë botën, fondacione të krijuar nga kush? Nga njerëzit. Dhe këta njerëz janë koleksionistë dhe koleksionist nuk bëhesh sot me nesër, do kohë. Është një kulturë, është edukat, është ja lë fëmis, ta lë babai, pra dhe të gjithë të koleksion, mund të bësh një fondacion, mund të bësh një muzeum, dhe kemi fondacione edhe bankare, kemi koleksione bankare që superojnë muzeumet më të rëndësishme në botë. E gjitha kjo çfarë prodhon? Prodhon kulturë, prodhon një kualitet jete më të lartë, më të mirë, e zmuson agresivitetin, socializon njerëzit në një ambient që vë dhe vetën pyetje, lindin tema diskutimi, arti, kultura, literatura. Prandaj them që piktura, arti blihet, nuk shitet. Nuk është piktori që do kërkoj me çdo kusht një merkato, sepse do jeti përqendruar në atelje, do jeti përqendruar në kërkimet që bën. Koleksionisti sot në sistemin e artit të botës është një figurë qendrore. Qendrore do të thotë është një referencë dhe për çmimin, për kuotimin, për kuotat që duhet të ketë ai artist apo ai grup artistësh.
është një referencë për muzeumet, është një referencë për pinakotekat, për bienalet, për galerit private, për galerit publike. Pra, e gjitha kjo është ajo pjesë që quhet e sistemit të artit. Dhe duke qenë një sistem serioz, do të thotë që nuk ka asnjë sentiment ose një sinjal abuzimi, sepse kur ndërtohet sistemi, jo nga një njeri apo nga një këndvështrim, por nga një grup njerëzi dhe gjithë secili ka të forcën e vet. Ja kaloj kuratori që e kuptoi sepse ne diskutojmë. Që e kuptoi që mezi po pret të thonë diçka. Është bisedë shumë interesante sepse para tham ka shumë pikpamje kjo ekspozit, po doja ta nis pak më përpara tek një analizë artistike për të vazhduar bisedën e Gazit dhe pastaj edhe bisedën e Artanit. Në fakt do të merrem pak në metaforat që Gazi po dhe përmend njëkohësisht, duke bërë një paralelizëm shumë të mirë me krijimtarinë e tij. Do të thoja që ai artistin siç Gazi e shikon si ai punëtori ose ai personazhi që mbjell, unë mendoj që qysh në titull në fakt ka përveç shenjës simbolike, po ka edhe metaforat që Gazi përdor jashtëzakonisht shumë në aspektin lingvistik, gjuhësor. Për shembull është sy në ball, nëse i bën një analizë gjuhësore, dhe kjo vjen prap nga ato monologu që ai ka me kulturat e vjetra që na i kthen dialog pastaj gjithë publikut ton. Dhe atëherë flitet për këtë syrin e artistit, syrin vëzhgues, ai që deri ditët e sotme pastaj përkthehet ai syri Big Brotherit, nëse do ta sjellim në kohët tona postmoderne. Pra, unë këtu shikoj ndeshjen e arketipeve të vjetra që vinë nga një kujtesë e thellë e historisë humane dhe nga këto arketipet e reja postmoderne të cilat krijojnë këtë përthyrjen ose dialogun. Dhe do të thoja që në vazhdim të kësaj analize që është artistike, do të thoja që përballë kësaj kemi pastaj atë situatë që para tha Artani, kemi situatën si do shfaqet kjo punë. Pra, ka ardhur momenti që këto koleksione të bëhen evidente dhe për koleksionistët e ri, që sapo kanë filluar të koleksionojnë, dhe për aspirantët për të koleksionuar, pra krijohet një sfond kulturor. Një sfond kulturor ku ti publikut nuk i jep vetëm produktin artistik, por jep të gjitha etapat si ky produkt artistik duhet të zë vendin e vet në sistemin e artit. Prandaj doja ta merrja pakës më gjatë. Dhe është një kërkim i juaj, ky i cili tani më nuk është në studion tuaj. Si ndjehet një artist kur është në këtë ekspozit, kur sheh ato 31 tablot e shpërndara në muret e galerisë, po nuk i kanë nxjerr direkt nga studio e tij. Dikush tjetër i ka sjell këtu. Them që nuk jem nga ata që them më vjen keq etj. Në fundit nuk mund të jem kaq egoist që çdo gjë që unë prodhoj do ta mbaj në. Edhe po ti isha super i pasur, nuk isha për t'i mbajtur. Është bukur kur ti i fal tjetrit një copë nga shpirti jot dhe e merr dhe e ruan. Pilës e ruajnë më mirë se ç'e ruaj unë. Sepse unë në studion time jam neglizhencë për gjërat që bëj, sepse kam mendin që gjë e re që krijoj dhe ajo mua më tensionon shumë. Kur e shoh këtu, ndjej kënaqësi shumë madhe. Kjo nuk diskutohet. Sigurisht, kam një lloj kështu që them, gjithë ky koleksioni ka shkuar familjes Sosifi, e kupton, dhe si ka lënë familjes Lega, por unë prodhoj prapë, unë jam duke bërë koleksione të tjera, e kupton, dhe në fakt edhe Artani atë ditë e tha mirë që kjo është një lloj oksigjenimi që i bëhet artistit nga galeristët, nga menaxherët e tjera, dhe kjo është e vërtetë në fakt. Është një, si me thënë, një kordon umbilikal që i lidh këta të dy. Është një simbiozë e cila do t'i shoqërojë tërë jetën dhe në gjithë botën në po t'i shohësh kështu kanë vepruar. No, artistët mund të kenë ruajtur disa pjesë, domethënë jo pjesët më të mira të krijimtarisë. Unë nuk kam zakon të ruaj pjesët më të mira, por ruaj pjesët më të rëndësishme. Do janë disa gur kilometrik në krijimtarinë time, të cilat unë i shkul nga koleksioni dhe atë ruaj për të treguar një lloj kapërcimi apo kam nevojë që t'i shoh edhe një herë vetë që t'i prek, Kështu që nuk them se... Si ke fundit të çështje komunikimi, apo jo, ç'kuptim mund të ketë një tablo, nëse ri e mbyllur diku, pluroset edhe kaq? Sigurisht, po unë mendoj që ndarja që ka artisti me një vepër arti është një ndarje që procesin e ka në stomak, mbasi i dhëmb, dhe sa më shumë të jetë i lidhur, aq më shumë i dhëmb.
artisti mund edhe të më kundërshtoj, po që... Jo, se cili ka reagimin e vetë. Po që ke ai satisfaksion të madh kur dikush të vlerëson për punën që bëm, për atë shenjë që ti nxjerr nga vetja, pra është një lloj parto, pra ajo është mbjellja e farës së artistit, dhe ai që ta blen, ta vlerëson, ta ekspozon, sigurisht një mbjellje tjetër, sepse bëhet një dije publike, pra vepra nuk është bërë që të ri në një kasafort bankare, është bërë që të preket vizualisht, të shijohet, të gustohet, të perceptohet, të jetë dhe për politikat e kulturës tek të rinë, pra për edukimin përmes kulturës, unë këtu shoh fëmijë që vinë, intrigohen, pyesin prindri ai sa ka mundësi t'ja shpjegoj, sepse është e vështirë të shpjegohet një vepër arti, është për tepër këto vepra arti, kështu që duhet prezencë e artistit e cila është e përditshme të themi në galeri kombëtare dhe për ne është një ndihmëse e madhe sepse mënyra se si prezantohet të bën që të hapësh mendjen. Arti do mendje të hapur, do një oksigjen pozitiv, do dashuri, do punë, do shumë kohë, do tentacione, i do të gjitha brenda. Të gjitha. Fakt ne kemi dhënë me këtë ekspozit një kontribut të ri, i cili është afat gjatë, nuk është afat shkurtër, sepse në rastin konkret veprat i takojnë publikut. Nuk është çështja thjesht janë të autorit apo janë të koleksionistit, por neve kemi kontribuar që nesër pas nesër në fakt ashtu si që janë bërë muzet e botës, qendrat e artit botës, si që është bërë Metropolitani me koleksionet të dhuruara dhe nga privatët, ose MoMA, nesër pas nesër në afat gjatë dhe koleksionistë që kanë këto vlera, të cilat i kanë të konsoliduara, për mënyrën si koleksionojnë, për mënyrën si e tërheqin artistin, për mënyrën që i marrin të plot dhe cikle të rëndësishme të artistëve, ndoshta nesër pas nesër mund të jetë dhe koleksionet publike tona. Prandaj unë them që ky ekspozit ka disa shtrezime dhe disa pikpamje artistike dhe në fakt saktësisht për këtë ne do të ndalemi në pjesën e dytë të emisionit. Nga një tempull arti jemi të shtrënguar të shkojmë në publicitet. Rikthehemi në këtë pjesë të dytë të emisionit nderuar teleshikues dhe do të flasim për rëndësinë e koleksioneve dhe për tregun e pikturave në Shqipëri, i cili duket se është gati inekzistent. Do shkoj tek artisti. Zoti Leka, sa e ndjeni ju peshën e gjithë kësaj panorame të tregut pikturës në Shqipëri? Sigurisht ju jeni një nga ata me fat që shisni, megjithatë besoj vështirësinë dhe ngërçin duhet ta ndjeni apo jo? Jo, unë personalisht nuk e ndjej. Por u habita kur një miku im, një studius i galerisë kombëtare Ylli Drishti, më tha që në Shqipëri janë 100 koleksionistë. Dhe për mua ishte e para një që u befasova, unë pavarësisht që njoh. Kishte një listë edhe i pashë dhe emrat e njerëzve të cilët koleksiononin. Kemi dëgjuar shumë legjenda për koleksionet e tyre të vjetra, të reja, që kërkojnë dhe nga realizmi socialist, dhe nga arti modern, apo fokusohen në një artist, etj. Domthon, ka lloj-lloj pamjesh të koleksionistëve. Dhe më bëri entuziazm duke menduar që gjithë kjo etje e madhe që kanë artistët për tu ekspozuar, që nuk zbatohet, nuk realizohet dot, mbasi sallat e ekspozitës janë të pakta. Dhe vetëm në Tiranë gati. Mos themi pastaj për galerinë kombëtare këtë sallë e cila është e mrekullueshme, domethënë ti plotson të gjitha parametrat, Atëre koleksionisti të paktën e oksigjenon duke ja marrë. Shpeshherë ndërtohet edhe një bisedë kur janë lidhje shumë të ngushta, ndërtohet edhe një bisedë nxitëse. Koleksionisti me atë dëshirën e madhe që ka, në mënyrë intuitive, në mënyrë konsciente apo inkonsciente, i bën një lloj pickimi artistit, që tu lorasi, dhe është e vërtet. Unë e kam ndjerë vetë në veten time. Unë personalisht e kam shpërndar krijimtarinë time në koleksione të mëdha në 3-4 vende. Po koleksioni më i madh është ky i Aleksandër Josifit. Pastaj ka dhe blersa, siç janë dhe tuaj dhe shqiptarët të cilët marrin një pjesë, 2, 3, domthonë bëjnë koleksione të plota në një mënyrë tjetër.
Por nuk di të them, shpesher dëgjoj artistë të cilët edhe ankohen dhe një nga gjërat e mira të kësaj ekspozite, jo vetëm se isha unë në lojë, është pikërisht kjo gjë. Domthon, qoftë drejtori i galerisë, qoftë Ardiani, të cilët janë miq edhe bisedojmë bashkë, po thuaj çdo mbasdite, kap një gjë shumë të rëndësishme, të cilën unë në fillim nuk është se e vura re, se unë kisha problemin tim, por dal nga dal, unë fillova ta kuptoja që ishte një ngrehin shumë e madhe, që ishte një strategji e cila po të soptoi në një taktik, siç është taktika e parë e kësaj ekspozite këtu, që do vinë nesër pas një tjetër, në një mënyrë tjetër, dhe mu duk një veprim shumë i mençur, që donte një lloj fleksibiliteti, dhe unë mendoj edhe që e ka arritur. Unë për shembull me drejtorin e galerisë nuk është se njihesha, shtrëngonin duar, si jeni, qysh jeni, kupton, dhe kalonin në raporte kortezie. Unë tani filloj dhe kuptoj dhe shumë gjëra, se si është i fokusuar, e kupton, për ta drejtuar galerinë kombëtare. Nuk them se ku do shkoj, sepse unë nuk e di mendimet e tij kështu, por kam ndjenjë një gjë. Nuk thonë nga një ta bën Zoti mbar, mua kësaj radhe ma bëri Zoti mbar. Unë shpeshherë kur bëj ekspozita personale kisha një tension të jashtëzakonshëm që e përplasja shumë ke miqtë e mi dhe ke në shtëpinë time. Kësaj radhe kisha një lloj shkisja shumë kollaj, e kupton? Sepse shikoja që shumë gjëra i merrte një organizonte drejtori i galerisë me stafin e vet, etj. Gjën tjetër për shembull që me Ardiani nuk është se bënin biseda shumë të gjata, se merrnim vesh me njëherë, por unë nga brenda ndjesha jashtëzakonisht i lehtësuar dhe unë për këtë do doja t'i falenderoja, sepse më ka dhënë një mbështetje shumë të madhe. Po, gjërat e mira bëjnë gjithmonë në grup, jemi ne që e falenderojmë artistin, dhe një grup mund të punojë në dy mënyra, në mënyrë të shtensionuar dhe inteligjente, dhe në një mënyrë të tensionuar dhe agresive. Publiku këtë e percepton. Është si puna e fëmijëve dhe prindërve. Në qoftë se prindrit kanë tension, fëmija dhe pa folur e ndjen në lëkurë, dhe publiku e ndjen në lëkurë. Kështu që në qoftë se ne kemi një ambient të shtensionuar, me energji pozitive, me vepra, kryevepra unë do të thoja, dhe ajo që unë dëshiroj dhe uroj, dhe po punojmë, po jo gjitha surprizat mund t'i themi sot, është që kjo ekspozit, ky koleksion, dhe në një gamë më të plotësuar, le themi, pse jo mos të shkoj përtej Shqipërisë. Pra, në Shqipëri, unë nuk e di numrin eksakt se janë 100 koleksionistë apo janë 4, apo mund të jenë 350. Këtë nuk e di sepse nuk ekziston një statistik e para. E dyta, cilat janë kriteret që një koleksionist konsiderohet si i tillë. Pra, si tillë, se ka koleksione... Ne nuk e kemi të reguluar ende këtë çështje. Lokale, ka koleksione afektive, ka koleksione individuale, ka koleksione të një periudhe të caktuar, ka koleksione me një frymarrje globale. Tani, koleksionistët shqiptarë, ajo që unë kam vënë re në këto muaj dhe në këto vite, ka një dozë mungese, do thoja, të informacioni. Po kjo nuk është në një kritike madhe, po që është mirë të ditë se çfarë po bën dhe në çfarë pike je, pra ne jemi në këtë pikë të globit, sepse ne mund të kemi një ekspozit vërtet me vlera absolute dhe pa dashje ne nuk e dim. Sepse sot, për shembull, sot paraditën në këto ditë në Galerinë Kombëtare të Arteve erdhi një koleksionist i cili ka 600 vjet familje vet dhe është Konti Giuseppe Maria Durazzo nga Monte Carlo dhe nga Genova, që është edhe konsul i Shqipërisë së Nderit. Paraardhësit e tij të kësaj familje kanë dhënë kontribut për Pinakotekën e Vjenës, Pinakoteka Albertina. Në shtëpinë e tyre, në koleksionin e tyre kemi Caravaggio, kemi Rembrandt, kemi Goya, pra kemi vepra që kushtojnë nga 70 deri 120 milion euro një vepër. Kemi afreske pafund, pra ka një kulturë të koleksionuarit të jashtëzakonshme. Durazzo erdhi, u mrekullua dhe pse jo një koleksion i tillë mos shkoj dhe në Principat Monte Carlos, mos të shkoj në Paris, mos të shkoj në Londër, mos të shkoj në Spanjë. Do të vazhdoj me ty më vonë. Pra, është një rrugtim i cili duhet që të stacionohet përtej asaj gjeografie që ne kemi mësuar. Dhe koleksionistët shqiptar duhet të azhurnohet me atë që quhet
sistem arti, për shembull kemi Art Basel, është panajeri më i rëndësishëm në botë që vjen nga gjithë bota. Po ne nuk jemi ama. Më fal? Po ne nuk jemi ama atje. Ne jemi. Jemi. Ne kemi artistë që janë vitrin në Art Basel. Ne kemi artistë që janë vitrin sot në skenari më të rëndësishëm në botë. Për delikatesë nuk mund të përdorim emra sepse do duket një promocion që i bëjmë. Pra Shqipëria prodhon, ndofta nuk është termi eksakt, ne këtu sot kemi artistë të mrekullueshëm që na i ka zili sistemi i artit i botës, flasim për muzeume të rëndësishme. Ajo që nuk kemi është se si është strukturuar në mënyrë horizontale, vertikale, kjo që ne quajmë merkaton e artit dhe ku artistët ka një ngërë, sepse mund të prodhosh, po nëse nuk e ke shansin që të njifesh dhe ta promovosh produktin, atëherë kërkon një galeri, kërkon kuratorin, kuratelën, promovusin, ardile, ato dhe sistemi artit. Dhe në fakt ju e njini, zoti Jusufi, më mirë atë që është panorama e artit sot, tregu të artit veçma, si cili Shqipëria nuk ka treg arti. Për ngërqet e këti mos tregu artit, doja të ndaleshim. Mund të themi që nëse flasim për koleksionimin si institucion, duhet të flasim për disa gjëra. E para, 24 vite nuk janë shumë, po nuk janë dhe pak në fakt, që ne të kishim një politikë kulturore të qartë, që t'ishte në sinkron me politikat kulturore të perëndimit, minimalisht, po dhe të mbar botës, mos harrojmë se jemi një kohë globale ku informacionin mund ta japësh shpejt dhe mund ta marrësh shpejt, dhe unë e mirëkuptoj shumë Artanin që flet në thelb në fakt për këtë çështje, e po përmend disa nga panajiret që janë përtej fjalës në fakt panajir, se tek ne fjala panajir është degraduar si koncept, por janë disa nga panajiret më të rëndësishme ku merren realisht me marketingun e artit dhe ku koleksionimi ka nënvizimin më të fortë. Pra, është artisti, është galeria, por koleksionisti është ai që bën, si thua, fjalën e fundit në këto panajire. Pra, është një referent shumë e fortë në... Dhe doja të thoja që ajo çfarë unë jam optimist në fakt, jam optimist sepse ka disa lloj koleksionistësh, të cilët mund të koleksionojnë artist ose art i cili është bërë në fillim të shekullit 20 në Shqipëri, po flasim tani për artin shqiptar, art që është bërë përgjatë komunizmit, që ne i titullojmë realizmi socialist, ose art i cili në fakt është bërë pas viteve 90 dhe mendoj që sa dita ditës këto koleksionistë shtohen në fakt që po stacionohen shumë pas artistëve dhe artit pas viteve 90. Për çfarë arsye do thoni? Do thonim, po të marrim dy periudat e para që unë përmenda, këto janë periudat të cilat në fakt po t'i raportosh me botën, janë periudat të cilat ka shumë vende për të dyshuar për vlerën e tyre dhe për çfarë këta artistë në atë kohë ishin në të njëjtin temp kërkimi, nuk po themi thjesht vlerë, po kërkimi me botën. Pra po ndodh që pas viteve 90, pas kësaj hapje të madhe, ne të kemi tentativa serioze ku kemi paralele të qëndrimeve artistike që ndodhin në Shqipëri me çfarë ndodh në botë. Mos harrojmë dhe artistët shqiptarë, të cilët jetojnë jashtë, të cilët në një farë mënyre janë bërë kozmopolit të artit dhe marrin frymarrje ose oksigjen edhe nga arti që ndodh këtu, dhe të gjithë kjo lloj pasqyre, do të thënë, ka nevojë që të orientohet tashmë drejt një rrugtimi ku pa diskutim duhet gjejmë urën e bashkëpunimit me sistemin e artit në botë. Do të thënë, pa që në pjesë e sistemit të artit, pavarësisht optimizmit dhe pavarësisht bisedave kaq të forta dhe një lloj debati që ne bëjmë me njëri tjetrin, nuk do të arrijmë në atë konkluzion final që ky art jetë i pasqyruar, jetë i analizuar edhe për te Shqipërisë. Fati mirë, zoti Leka, që ju bëni përjashtim nga këto ngërçe, ama ju si artist që jetoni, krijoni dhe i fa mënyre bota juaj është Shqipëria, pse këtu i merrni të gjitha ngacmimet për të krijuar. E ndjeni ju mungesën e këtij komunikimi për cilin po flasin zoti Shabani dhe zoti Jusufi? Jeni ju dot prezent, ballafaqoheni ju dot ashtu si do donit me atë që është arti në botë? Sigurisht në nivelet e tij. Është shumë e thjeshtë për ta shpjeguar, por unë kam thjeshtuar akoma dhe më shumë. Ti isha më i ri do ta ndjeje më shumë.
Tani unë kam bërë një llogari me veten time. Unë jam në një moshë, kam shkuar 61 vjeç, po shkoj. 51. 61. Nuk e di sa kohë kam për të krijuar. Sigurisht jam shumë i vëmendshëm, jo, po flas atë të thjeshtën. Jam shumë i vëmendshëm për të kuptuar, domethënë se çfarë bëhet në botë. Por unë nuk kam më kohë. Dhe tash ka filluar të humbë dhe kontaktet, sepse shpesh lëvizjet që unë bëj jashtë, kur bëja dikur për ekspozita, mua më kushtoni 1 muaj, 2 muaj që më shkëpusin nga studio. Po atëherë unë e përballoja, se isha dhe i ri, e kupton, kisha akoma energji, kërkoja që të kapja një gjë, e kupton. Tashti le ta themi që kanë filluar të plotësohen brenda vetes time, e kupton. Dhe mund të duket shumë ndofta mund të kundërshtohen, por mua mjafton ajo studio ime, ku i kam tërë jetën time, ose këto 20 vjet, i kam mbledhur të tëra, ku kam shumë libra të mrekullueshëm, kam dëgjoj muzikë të mrekullueshme, filma të mrekullueshëm, më vinë miqtë e mi, shumë pak, po më vinë, e kupton, edhe unë punoj gjithë ditën atje. Nuk është se gjithë ditën përpara tablos. Dhe nuk e ndjej, nuk di të gënjej për këtë. E kupton, sigurisht kur takoj me Adin apo me Artanin apo me dikë tjetër, neve shkëmbejmë informacione, ne na vin informacione, bëhemi kurioz. Po, jemi në që ta mbyll. Unë sigurisht që kam shumë dëshirë që ekspozita ime të shkojë diku, në një qendër të mirë, në një ekspozitë të mirë jashtë, e kupton, të dëgjoj mendimin e kritikës, sigurisht. Unë di këtë, po kjo do shumë punë nuk bëhet dot kollaj. Dhe përpjekje dhe ne jemi mësuar në fakt. Kjo tash është gjë që mua më takon të ri në studio dhe Dhe ne jemi mësuar në fakt që ju çdo gjë e keni përpjekje individuale, po kur pyeta ju mungon ballafaqimi, mendoj ju nuk jeni të shtrënguar që të shkoni në kërkim të asgjëje në rast se këtu funksionon një sistem si çdo duhet ishte. Atëherë, dakord. Unë jam dakord me ato që thotë edhe Atani dhe Adriani, se njohin më mirë. Ato tash, unë jam fokusuar tash, jam bërë si punë miopi që shoh vetëm punën time. E kupton, nuk e shoh nga sipër. Unë kam bërë shumë ekspozita, mund të kem bërë 160 ekspozita. Kemi bërë që nga Amerika dhe në Kinë. Në Europë kemi bërë shumë, etj. Ashtu. Kemi pasur gjatë rrugës tonë ballafaqime. Gjithmonë na kanë shijuar dhe na kanë pëlqyer. Sigurisht që është e vërtetë që Tani shpaq që ne nuk jemi akoma në tregun e artit, le të themi, jo në tregun thjesht të tregut për shit e bler piktura. Po merr lekë dhe por atje ku ti fillon edhe komunikon, ku ti çon mentalitetin tënd, fuqinë tënde, intervista, çdo gjë, e kupton? Në New Orleans, vetëm do mbaj mend vetëm një shprehje, që mund nga përshtypje kam qenë bashkë me Adin, kemi qenë në Monte Chiari kur kemi bërë një ekspozitë shumë të madhe, apo në Padova. Kemi qenë në Padova. Kemi bërë një. Edhe na ofrua personi i cili na shoqëronte për ekspozitën. Dhe duke ngritur ekspozitën, unë i thash, atje kishte me mira piktura, pra nesh ishte ekspozoj Picasso, Chagall, Dali e tjerë, ustallar të mëdhej. I thash, unë si duket pavilioni shqiptar, i thash. Sa unë nuk them se në kuptimin që ju jeni shumë të mëdhej për shumë të vegjël, nuk them të, po ju punoni me frymën e mjeshtrave të mëdhej. Më ka prekur, që ne jemi mbledhur këtu, e këto dhe tentojmë tërkohë se këto për të identifikuar veten tonë dhe akoma është e vështirë. Do zoti ky plan që jo për mua, për artin shqiptar, sepse Atani është tashmë drejtori i galerisë, edhe fillon dhe hapet kjo lloj energjie, fillon dhe hapet, ne do jemi shumë të kënaqur. Në aspektin e krijimtarisë, shembulli i fundit që tha Gazi është esencial, mendoj. Por kur ne kemi raportuar punët edhe të Gazit, për shembull në një ekspozitë fjala në New Orleans, dhe gjithkohës tentova që ta jap si shembull, kemi parë që publiku ka pas një interes të jashtëzakonshëm për jashtëzakonisht shumë gjëra brenda punës tij, nuk po flas për gjithë grupin e artistëve, të cilët ishin identitarë, të cilin një karakter ballkanik, por që dilte për te, pra nuk është çështja e një ekspozite e cila kthehet si periferi, po është një ekspozitë e cila ndërton një qendër nëpërmjet periferisë. Dhe ky kontakt që kishin publiku i huaj atje
me veprën e gazit ishte një kontakt gati misterios, mund të themi, sepse aty shikonin shumë element, shumë simbole, shumë shenjëza, mund të themi, që ata i kishin të kulturës së tyre, si dhe këto ndërthureshin me një kulturë të mesdheut e tjera e tjera. Pra, nga kontaktet që ne kemi pasur në për ekspozitat në përbot, interesi është i jashtëzakonshëm. Çështja është që ne duhet ta mbajmë ndezur këtë fill. Pra, nëse këtu kemi pasur një detaj shumë të mirë komunikimi me publikun, si kjo pjesë, bashkëbisedimi jonë është si kjo të ngeli gjithmonë gjallë, të ngeli gjithmonë në tempin profesional dhe adekuat, domethënë me kërkesat që kërkon koha, sepse dhe sistemi i artit në fakt updatohet gjithkohës, edhe sistemi i artit ka kërkesat e reja sipas flukseve dhe korrenteve artistike në botë. Për çfarë urie flisni ju për çfarë urie flisni ju kur në pyetje është të koleksionuarit, të pasurit e koleksioneve private, nga institucionet, nga individët? Unë mendoj që shenja që një shoqëri duhet të ketë kundër volgaritetit dhe dekadencës, duhet të ketë një uri për kulturën. Uria vjen nga kurioziteti vjen nga njohja, dhe nga prezenca. Në qoftë se ne e frenojmë veten dhe e limitojmë, pra i ndërtojmë bloqe hermetike, nuk shkojmë të shikojmë një ekspozitë sepse nisemi nga emri, nga mbiemri, pra duhen hequr komplekset. Duhet jemi më të drejtë për drejtë, me më pak inate, me më kuriozitet. Njeriu duhet, atë që tha profesori i shpar, që do një jetë që të njohësh vete, dhe ndonjëherë jo të gjithë e kanë fatin ta realizojnë këtë njohje. Siç është kjo pikturë që unë nuk e lokalizoj dot me një këndvështrim gjeografik. Nuk mund të them që është ballkanike, është europiane, është Amerikë Latine. Kjo është një pikturë njerëzore, i takon njerëzimit. Piktura e Gazmend Lekës shikohet në sytë e universit, sepse është brenda në pjesën e universit interior. Plus i ka dhe këtë velaturën, ka një velaturë argjend, tani nuk duhet të hyj teknikisht dhe të dal nga rolim. Kur ne flasim për koleksionizmin, nuk është se Shqipëria është një vend i varfër apo një vend i vuajtur. Këtu ekonomikisht ka shumë familje, ka shumë individ, shumë institucione që e kanë luksin dhe mundësinë që ta ndërtojnë një koleksion, edhe 1000 koleksione. Problemi është vështirësia për ta pranuar një gjë të tillë ose për ta ndjerë një ekzigjencë të tillë, sepse të blihet një makinë, siç e shikojmë nga mëngjesi i darkë me xhama të zi, kuqe, shil të rënda, kushton për të blerë një pikturë, e blen dhe me një çmim modest. Nuk është se mungon leku, nuk është se mungon dëshira, mungon kultura. Kultura është shumë vështirë, sepse kultura rrëmbehet, nuk ta dhuron njeri kollaj. Kështu që kush i ka mundësitë, duke filluar dhe nga institucione bankare dhe nga zyrat governative shtetërore, mund të ndërtojnë mini koleksione ose thjesht mënyra se si prezantohet një zyrë e një drejtuesit në sfond, në vend të një kalendarit apo të një diçka e tjetër që mund të jetë kiç ose mund të jetë e diskutueshme, pastaj gjithë secili ka. Jo, po ti e kupton këtë përballë. Personi se çfarë ka në sfond dhe kur hyn në shtëpinë e dikujt, nuk është garazhi i rëndësishëm, nuk janë kur metrat katror, se mund të kesh shumë metra katror dhe një shtëpi dhe një mendje të vogël, po mund të kesh një mendje të madhe, mund të kesh edhe pak metra katror, po çfarë varr, çfarë biblioteke ke dhe çfarë varr në atë gozhën e pikturës. Kjo e bën diferencë dhe nuk është diferencë e vogël. Dhe ditën që kjo do bëhet diferenca, këtu nuk do ketë ajo uria e kulturës, që unë them. Në kaq muaj që unë punoj këtu, nuk ka dalë ende një student, një person të thojë, mund të vi të bëj vullnetar në galeri kombëtare të arteve, në salla, në zyra. Nuk ka, nuk është kultura e të bërit vullnetar, kultura që t'i dhurosh tjetrit kohën, dashurinë tënde. Dhe ju, unë i referohem vazhdimisht asaj që ju keni thënë në kontaktin e parë që keni pasur me ne mediat, e kur thatë që edhe ne artistëve na duhet në një farë mënyre të sakrifikohemi që pse jo, në zyrat shtetërore të ketë punë të artistëve shqiptar dhe jo të marra borxh. Shiko, kjo është e vërtet, po vazhdoj atë që sa Artani. Unë se eri që shof zyrtarët e anë, apo dikë, s'ka rëndësi, nuk du t'i vë emër. Shof mrapa çfarë ka. Edhe e kuptoj shumë mirë se me kë kam bëj.
Mund të jetë një njeri shumë i mirë, nuk them. Por kuptoj atë thellësinë e kulturës së tij. Kur shoh zyrtarë për shembull që vinë ose nuk e di, jashtë, ose nga televizioni italian, mrapa kanë piktura të mrekullueshme. Kanë piktura të cilat janë bërë 300-400 vjet më përpara, piktura të mëdha. Nuk e ka bërë Hizmeti ndoft ai, ato janë të trashëguara, sepse ky është institucioni. Atëherë, unë duke ditur që këto institucione nuk kanë lek, le të themi. Kështu thash, janë të varfra. Mendova që për 100 vjetorin të bashkoja disa artistë, 10 artistë, të bënim një koleksion, e kupton dhe t'ja udhëronim institucioneve, t'i merrni institucioneve. Do të thuash ti pse u prish? Nga njerë fillon dhe lodhesh nga rezistenca që të bëhet, që si do t'a falësh, po ku do t'a çosh, po kush do t'a marrin në ngarkim, se kjo është një gjë e falur, nëse mund t'a vjedhin etj. Dhe ty fillojnë të bien. Siç edhe janë vjedhur. Unë deri 2 muajt e fundit insistoja për shkak që të çoja një pikturë, domthonë Shqipëria që hyn në Europë, ishte pak tematike, është shumë larg këtyre që unë bëj, por e ka atë zonën time, si më thënë, firmën time, dhe do t'ja fal ministrisë jashtme, thash kur Shqipëria të hyjë në Europë, unë ja fal me gjithë qef atë. Shumë vetë morën përsëri që të bisedojnë dhe ndofta mund të ndodhi. Atë pikturë ka në studion akoma. Pres domethënë që ajo pret që të jetë Ministrinë e Jashtme të Shqipërisë. Uroj që të kenë vesh edhe të vinë ta marrin. Unë e rëndësishme është që edhe vetë Galeria Kombëtare sot e shikon këtë si një çështje të rëndësishme dhe mendoj është, mos them hera parë, po ndër momentet më të rëndësishme që edhe vetë Galeria po lëviz, po sensibilizohet si të fillojnë të jenë këto mënyrat e koleksionimit dhe në institucionet shtetërore, mënyrat si artistët mund të ofrohen në të gjitha format e mundshme që institucionet tona, shtetërore jo shtetërore, të jenë përfaqësuese. Fatkeqësisht ne nuk i kemi përfaqësuese, ne kemi me vepra relativisht që të vazhdoj dhe bisedën e Gazit të dobta, dhe aty ku mendohet në historinë e artit shqiptare që mund të jetë një vepër e mirë, ne duhet i rikthejmë dhe motrës tonë një herë në radhë parë për ta vlerësuar aty ku duhet. Pra, ne nuk duhet vazhdojmë me një lloj mitologjie, një miti të madh të një arti i cili duhet sistemuar, analizuar. Dhe galeria në fakt nga gjithë bisedat që ne bëjmë, jo vetëm me ne, po në mënyrën si po e projekton të ardhmen, unë mendoj që do bëj diçka. Nëse deri dje Galeria ishte në politika individuale, në politika që ishin për interes të X-it ose të Y-it, të paktën në këtë rast po jep një mesazh dhe kjo është pozitive. E dyta është ajo çfarë unë do t'i mshoj dhe jam shumë afër Gazit që edhe ne si artist duhet të jemi tashmë bëjmë evente publike, jemi njerëz publik dhe duhet të investojmë dhe ne më shumë tek kombi jonë, tek shteti jonë, por ka nevojë për ato raport, sepse në fakt Gazi nuk e ka gjetur ato raportin e mirë me institucionin ku t'i ofrohet në një farë mënyrë. Plus që këtu kemi edhe një problem të madh që ne përfundimisht duhet ta trajtojmë kulturën si kulturë dhe jo kulturën si një aneks të politikës. Dhe nëse artistët janë afër ose larg institucioneve, ndodh edhe për këtë arsye që është një mentalitet i vjetruar, një kostum i vjetër ky, ku duhet të kuptojmë që ne jemi njerëz të artit dhe për ne Galeria Kombëtare është ashtu siç e misioni juaj tempulli i artit. Dhe në një tempull nuk ka nevojë për ngjyrime politike. Pra, sa më shumë të dalim jashtë elementeve që unë parathash, aq më shumë do konkretizojmë gjithë së bashku sipas kontributeve që kemi një pamje më të mirë, domethënë ku pa diskutim koleksionimi do ketë. Unë do doja që këtë emision ta mbyllim me atë që mbase do jetë një thirrje juaja, zoti Shabani, shumë e drejtë për drejtë, që koleksionet kombëtare të mos jenë të detyruara të dalin nga dyert e institucioneve kombëtare, po që institucionet shtetërore të kenë koleksionet e tyre. Absolutisht po. Dhe përveç këtyre, bankat që janë mund të ndërtojnë koleksione, privati mund të ndërtojnë koleksion, institucione governative shtetërore mund të ndërtojnë koleksione. Ai sfondi është shumë i rëndësishëm për qenien e personit që del, që flet, që prezentohet. Është më e rëndësishëm se sa vërtet duket. Ndërsa Galeria Kombëtare, të mbaroj, Galeria Kombëtare e Arteve është shtëpia e të gjithëve. Nuk ka dyer hermetike, duke konsideruar që nga unë i pari që shtëpia ime, juaja pra është e të gjithëve dhe nuk duhet që artistët, mendimin ky modest,
të klanizohen sepse humbasin energjitë e tyre dhe do ta kenë vështirë që të kanalizohen në atë vizionin e tyre artistik. Dhe përse i përket ligjit në fakt, që ta konkretizojmë, ka dhe një nënë në ligjit cili akoma nuk është bërë funksional, nuk është ligjëruar, mund të themi, që lidhet me ndimesën që i bëhet të paktën enteve private nëse koleksionojnë. Pra, entet private, biznesit privat, mund të ketë një ulje edhe në botë, janë disa lehtësira, të cilët ose më saktë e atraktojnë, domethënë, një biznes, sepse më kujtua dhe nga bankat që tha Artani, për shembull në botë njihet, është e ligjëruar, se tu është një përqindje, shumë nëse koleksionon ose shpenzohet për vepra arti, atëherë në gjithë ato xhiron vjetore, këto lloj biznesesh ose entesh mund të kenë një ulje të favorshme. Pra, duhet të ndiqen të gjitha format për t'i ofruar në aspektin kulturor, po dhe ekonomik për t'i ofruar njerëz ose institucione që janë potencial në të krijimin e koleksioneve. Me shpresën që këto që u thanë në këtë tempull, ndryshe nga tempulli ynë i zakonshëm, do të shkojnë në veshët që duhen. Zoti Gazmend Leka, unë ju falenderoj për simbolonin tuaj. Faleminderit Zoti Jusufi, faleminderit edhe një herë Zoti Shabani, edhe për mikpritjen dhe për gjithçka ju thatë. Faleminderit nderuar teleshikues që na ndoqët. Bashkë do të jemi të premten e ardhshme në orën 20 nga Unë Anisë Ymeri, natën e mirë.